E ne sot do të flasim në fakt për një shans të dytë të jetës dhe një rrëfim shumë të bukur të ndjerë nga sigurisht e ftuara ime, e cila vjen për herë të parë në fakt. Unë kisha problem derisa e binda, por jam e sigurt që ja ka vlejt krejt kjo. Zonja Mirush, është kënaqësi të kemi sot në studion e emisionit Prizma për herë të parë dhe mendoj se është momenti i duhur për të folur dhe për të ndarë gjithë përjetimin dhe luftën tuaj, por që në fund ja ka vlejtur, sepse unë përballë meje kam një grua me plot dëshirë për jetën, një grua shumë të bukur, por mbi gjitha shumë të fortë. Kënaqësi t'ju kem sot. Përshëndetje Flora dhe të falemnderit shumë për ftesën që më bërë, për këto fjalë kaq të bukura. Më emocionove edhe më tepër. Edhe pse nuk e kam të lehtë dhe është shumë e vështirë që ti elaboroj gjithë ato përjetimet e mia që nga fillimi në disa minuta gjatë emisionit tuaj, por do mundohem që të jem paksa e qartë për gjitha gratë, nënat, zonjat në këtë muaj roz, për atë që kam përjetuar dhe që kam kaluar brenda këtij një viti, për shkak se është edhe hera e parë pas një viti të diagnostifikimit tim, do me thonë me kancerin e gjirit, po ballafaqohem për herë të parë me një gjë të tillë dhe dal me zë dhe flas hapur për gjithë atë rrugtim deri më sot. Unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, sepse duam që mesazhet që do të përçohen sot nga kjo studio sigurisht të shkojnë direkt te gratë me të cilat ne sensibilizohemi, me gratë të cilat po kalojnë situata të ngjashme, dhe me këtë duam që t'ju japim shpresë se me luftë dhe me dëshirë për jetën gjërat sigurisht mund të kenë një fund të lumtur, ashtu siç kanë qenë për ju. Ju jeni edhe doktoresh me profesion, jeni ginekologe dhe për ne është pak vështirë realisht të paraftyrojmë një doktoresh e cila vazhdimisht këshillon gra tjera, shëron gra tjera të përballet me një diagnozë të tillë. Unë sinqerisht e kisha edhe vetë problem derisa u mundova që të bëja një koncept, sepse desha që t'i përzgjedh edhe pyetjet e duhura që me të njëjta të marrin përgjigje të duhura për gjithë shikuesit. Dua t'ju kthej një vit para. Si ka qenë momenti, kur ka qenë simptomi i parë që ju e keni dalluar? Në fakt, historia juaj është interesante, ju po ma tregonit para se të hynim në studio. Është neglizhencë pak realisht, por është mirë që ka ardhur momentin e duhur. Nga puna, nga ngarkesa për të tjerët. Po, nga angazhime të tepërta, por ishte një moment shumë i vështirë për mua. Për një çast më rënua gjithë bota. Nuk doja që ta besoja, dhe nuk e besoja deri momentin e fundit, derisa filluam, do me thënë, të bëj disa ekzaminime, cilat duheshte të bëhen. Dhe pikrisht filloi nga momenti kur mjekja ime familjare, njëkohësisht edhe nusja e vllaut, u bë shkak që unë të shkoja në atë kontroll, të cilën duheshte ta bëja pak më herët, nga se ato kontrolla rutine bëhen që nga mosha 40 vjeçare. Por gjithmonë me atë, hajtë se ka kohë sot, ka kohë nesër, sot jemi angazhuar, kemi obligimet edhe tjera familjare. Duke vendosur prioritet familjen, duke profesionin. vendosur prioritet profesionin e familjen, në fakt të harron vetveten, gjë që është shumë gabim. Dhe nuk do t'ja kisha thënë, edhe ja preferoj të gjithë, do me thënë, zonjave, grave, nënave, që mos e neglizhojnë vetveten, po të shkojnë për ato kontrolla rutine dhe të bëhen analizat e duhura. Të rikthehem tek pika që më parashtruat pyetjen, do me thënë gjithë filloi këtu nga eho-diagnostifikimi, cilën e kisha bërë në fakt ma kishte bërë mjekja terminin tek një mjek i njohur. Aty në fakt nuk u diagnostifikua, u pash me eho, bëra dhe mamografin, dhe të them drejt, ne mjekët kemi një defekt profesional, të them kështu, se ndryshon mimika e fytyrës,
Dhe tek kolegu e vërejta fytyrën e tij se diçka nuk po shikte që është në rregull. Tek formacioni im pa diçka jo të mirë. Zakonshme. Të zakonshme. Pa një farë rritje të tumorit me forma jo të mira, jo të qarta, dhe më tha se Mirushe, kjo nuk më pëlqen, dhe do duhet të bëjmë hapin tjetër, të bëjmë, do me thonë, biopsin. Dhe ajo ndodhi për kohë shumë të shkurtër. Falemnderimi motrës që edhe ajo angazhua mjaft dhe ma bëri atë terminin. U bë biopsia, po të njëjtën mimike pa edhe tek profesori, cilën unë e vërejta dhe fillova ta ndjeh që diçka nuk është në rregull. Po përgjigjja ti ishte, tha, ti vetë je mjeke dhe duhet presim rezultatet histopatologjisë. Dhe ja ku dolën ato rezultate pas 2 ditësh. Nuk e besoja me të drejtë, se isha çdo herë kam qenë e fortë dhe plot jetë, dhe kam pas vullnet për çdo gjë. Edhe nuk e mendoja se do përballesha me një diagnozë të tillë dhe të rëndë. Për arsye se e dim vetë ne si mjek se sa e rëndë është kjo rrugë dhe se sa e rëndë mund të jetë edhe faza e vetë sëmundjes. E them u rënua e gjithë bota në momentin e parë. Cili ishte mendimi i parë që të erdhi në mendje, Mirushe? Cilat janë ato gjëra që ndoshta në ato sekonda trotullohen në mendje? Është familja, janë fëmijët? Mu ndalua për disa qaste, ishte e heshtur dhe më ndaloi koha. Dhe mendova për një moment fëmijët e mi, 2 fëmijët e mi të mitur, të cilët nuk e dinjem dhe nuk e din akoma plotësisht, që unë shkova për kurim dhe për operacion në Turqi. Dhe aty më lindi besimi në vetë vete, besimi në Zot, dhe i thash stop vetës, dhe i thash se duhet jem më e fortë se kur. Për fëmijët e mi, për familjen, për bashkëshortin, si vajza e dikujt edhe si motër normal, dhe i dhash vullnet vetës dhe i jep një shpresë çdo ditë më tepër. Dhe e futa në kokë se thash unë nuk mund të jem e sëmur. Dhe do luftoj maksimum deri në momentin e fundit. Edhe pse të ndërlidhem, paraprakisht nuk e dija se deri në cilin stadium kemi kaluar. Nuk deshe ta dije, bëre këtë me qëllim? Pastaj priteshte, do me thonë, mbas operacionit, mbas atyre ditëve, do me thonë, kur do hiqeshte, do me thonë, pjesa e formacionit tumoros. Megjithatë, pra potencoj se nuk desha të besoj që është diçka një fazë shumë e përparuar. Dhe fillova të besoj thellë në vete se unë do ja dalë. Do ja dalë dhe do jap maksimumin që të trajtohem, që është nga ana ime, kurse për të tjerat, siç na ka shkruar Zoti dhe sprovat na vinë. Por që besimi në vete është një gjë shumë e rëndësishme në çdo sfidë që kalojmë në jetë. Dhe forca që ti ja jep vetes, besoj edhe kjo ka shumë rëndësi. Që mos ta trajtosh as ti veten si të sëmur, sepse si e trajtojnë veten, besoj ashtu na shohin edhe të tjerët. Mendoj që është gabim dikë të sëmur që po kalon në fakt në situatën një ICU, ta konsiderojmë si viktim. Prandaj tash dhe në vetë hyrje është shumë e rëndësishme qasja që ne duhet kemi me persona të cilët po kalojnë një sfidë të tillë dhe preken nga kjo sëmundje. Të gjithë personat që preken nga kjo sëmundje, është sëmundje të kesh frikë, është e frikshme, po. Por ama duhet t'japesh një stop vetës dhe t'i thuash ndalu deri këtu. Se është shumë mirë mos të biesh në depresion.
mos të viktimizohesh. Besoj gjendja emocionale dhe psikologjike luan një rol shumë të rëndësishëm. Emocionet janë të shumta këtu. Janë momente prekse, janë momente të hidhura dhe si për njeriun e sëmur, si për pacientin, por besom Flora se më rëndë është për familjarët. Se nuk është kohë të thonë një njeri sëmur, është e sëmur e gjithë shtëpia dhe gjithë familja. Shumë jam dakord me ju. Dhe më duket e vetmja gjë që më ka shtyrë përpara është edhe ajo e familjes, se unë nuk kam dashur që t'i hidhroj ato deri në atë pikë që t'i dëshproj të demoralizohen dhe të mërziten. Dhe kjo ka qenë një arsye plus që të jeni shumë e fortë. Dhe luftarake deri në fund. Edhe më e forta tek mua që të luftoj këtë betejë. Dashuria për familjen, mirënjohja, do me thënë mbështetja e tyre, që nuk më kanë lënë as edhe një hap të bëj vetëm. Kam shumë respekt të veçantë dhe dua t'i përmend edhe shoqërinë time që njëkohësisht i kam kolegë të punës. Do me thënë nuk më kanë lënë në asnjë moment vetëm dhe për çdo herë më kanë thënë se sëmundja nuk të përcakton ty, sepse ti nuk je sëmur. Dhe më kanë dhënë kurajo për çdo gjë. Për atë them, çdo grua të shikoj me kokën lartë. Sëmundja e karcinomit të gjirit nuk është për turp, nuk është për t'u fshehur. Duhet ta ndihmojmë, do me thënë njëri tjetrin, sidomos gratë. Gruaja është më e fortë se gjithçka, mund të them. Jam dakord. Edhe pse jemi shumë të ndjeshme si natyrë, jemi emocionalisht më të dobta, jemi të prekshme, por jemi shumë të forta. Dhe dashuria që ne kemi brenda vetës është më e fortë se gjithçka. Është më e fortë se gjithçka dhe ajo të jep një vullnet dhe një shpresë që të dalësh dhe të ndryqosh, do me thonë, në jetë. Unë jam shumë e lumtur realisht që ju sot gëzoni shëndet plot dhe uroj që të gëzoni shëndet deri në fund të jetës dhe të reflektoni kaq pozitivitet dhe kaq shumë dashuri si për familjarët tuaj, ashtu edhe për kolegët, por edhe për rrethin, sepse nga ju mbaren edhe shumë gra tjera të cilat sigurisht juve ju shohin si heroj të tyre për të shëruar e sigurisht për gjitha kontrollet, sepse ne e dim që në vendin ton vazhdon të jetë ajo frika nga kontrollet e ginekologu, frika nga mamografia e kështu me radhë, por nuk duhet të neglizhohen të njëjtat. Unë dua të kaloj pikërisht te kjo pjesë. Sa ndikoi njohuria juaj mjekësore në gjithë procesin tuaj, në zgjedhjet që keni bërë, në mënyrën e trajtimit që ju keni zgjedhur për veten? Sa ka ndikuar kjo në atë që t'jeni më të forta, më të informuara dhe më të sakta në zgjedhjet që keni bërë gjatë procesit të trajtimit? Profesioni im, do me thënë si mjeke, më ka ndihmuar shumë. Dhe unë në këtë temë, në këtë diagnostifikim, nuk kisha asgjë të panjohur. Unë e dija se më pret një rrugë shumë e gjatë dhe e rëndë. Dhe gjithashtu edhe trajtimi i kësaj sëmundje. Për atë arsye isha e përgatitur psikikisht si dhe fizikisht. Trupi im ndryshoi për një moment. Dhe normal nuk them se kishte momente kur kam qarë, po edhe kam qeshur, sepse tek e fundit gjithçka që përjetova përfundoi me një rezultat shumë të mirë. Trajtimi im i hershëm, në fakt diagnostifikimi im i hershëm, dhe pas asaj trajtimi që të them drejt nuk më ka bërë shumë përshtypje ose të më rrëzoj diçka me emocione. Ne edhe kur folëm në telefon, më the kam qenë aq e fortë sa nuk kam arrit as vetë ta perceptoj sakt në çfarë po kaloja. Nuk e kam lënë në asnjë moment vetëm të nga që i shihja të tjerët se mërziteshin aq shumë, patjetër. Dhe ju shkaktova gjë dhimbje të madhe.
do me thënë gjithve familjarve, gjithë dashamirësve, miqve të mi, njerëzit e shpirtit tim dhe nuk doja që ato të vuajnë. Edhe si mjeke, unë i thash, ne jemi mirë dhe kjo do kaloj. Nuk kemi edhe kolege tjera që jam përballur, po unë personalisht për vete kam qëndruar shumë e fort dhe nuk në asnjë moment nuk thash se jam e sëmur. Dhe një rastisht zgjodha që pikërisht këtë bisedë dhe këtë temë ta trajtoja me ju, sepse kisha parasysh gjitha këto detaje të cilat ne po i flasim. Tani dua të kaloj te pjesa më e rëndësishme për cilën duket që ju emocionoheni shumë. Më thatë që para kësaj sprove kam qenë person jo shumë emotiv. Ndërka që kjo sprovë më ka bërë person shumë më të ndjeshëm, emocionohem më let, e kështu me radhë. Dua të kaloj te pika juaj e dopt, që është njëkohësisht edhe pika e fortë. Jam familja juaj, jam prindërit, fëmijët, bashkëshorti, ata si e kanë përjetuar. E the që fëmijët nuk e kanë ditë plotësisht diagnozën time dhe trajtimet që i kanë bërë në Turqi. Besoj kjo do të jetë hera e parë që ata më në detaje po e dëgjojnë dhe bëjnë mirë që ta dëgjojnë me vëmendje, sepse duhet jenë krenar për nënën kaq të fortë që ata kanë, realisht. Si e kanë përjetuar ata, cilat kanë qenë gjërat më të bukura që i kanë bërë për ju, si ka ndryshuar perceptimi apo marrëdhënia juaj gjatë këtij procesi. Besoj e ka forcuar edhe më shumë marrëdhënien tuaj, e ka bërë edhe më të fortë, edhe jeni afruar shumë më shumë me njëri tjetrin. Fëmijët nuk e dinin, ashtu edhe siç të thash para se të fillonjë me emisionin, unë si natyrë kam qenë më e fort pak dhe nuk jam dorëzuar dhe nuk kam lënguar asnjëherë pothuajse. Dhe kam qenë një femër që kam menduar se duhet vetëm të punohet, të shikohet përpara dhe kam qenë e ndjeshme, por nuk kam lëshuar lot, kurse tani ndodh e kundërta. Pak sa më ka ndryshuar si duket vetë sëmundja. Po kjo është bukur, është mirë të shprehen emocione, qoftë ato të gëzimit, qoftë ato emocionalisht e dobët, edhe më e ndjeshme, normal. Sidomos kur bëhet fjalë për familjen edhe fëmijët e mi, atë që thatë edhe juve se nuk mundesha, nuk kisha guxim dhe forcë t'i tregoja fëmijëve të mi. Dhe vendosa bashkë me bashkëshortin, si dhe familjen time, prindrit, motrën, vllaun dhe gjithë të afërmit, që fëmijëve mos i tregojmë dhe do marrim vesh një ditë ndoshta kur do rriten. Ka qenë vendim i mirë ky? Unë mendoj që po. Unë mendoj se po. Mendoj se po, se janë akoma të moshës të mitur dhe kisha disa vështirësi tjera para se unë të diagnostifikohem me karcinomin të gjirit. Kisha disa probleme shëndetësore shumë të rënda, njësoj me bashkëshortin dhe nuk doja që fëmijët mi të traumatizohen edhe më tej nga ajo që e kaluan me të jatin për një kohë të shkurtë brenda 2 javësh. Dhe ashtu e vendosëm që fëmijët mos të përfshihen në këtë, po. Edhe pse jeta ndryshon, edhe tashi e shikoj jetën pak më ndryshe, për dallim nga ajo që kam qenë. Se jeta më ndryshe e them se kam filluar ta dua dhe ta respektoj vetveten. Që të duash vetveten nuk është egoizëm, por është shpëtim. Shumë e vërtetë. Dhe këtë ja apeloj dhe ja përcjell çdo gruaje që ndjen këtë dhimbje që kam përjetuar unë. Sepse të jep kurajo dhe të jep vullnet që të vazhdosh edhe më tej. Dashuria e familjes, e miqve dhe e gjithë rrethit, si dhe mirënjohja, duhet të jenë në radhë të parë. Dhe ne si gra nuk duhet që ti anashkalojmë ato dhe të fokusohemi se jeta është vetëm punë apo orari punës.
jeta është jashtë edhe punës, jashtë edhe profesionit. Jeta është është frymarrje. Duhet ta vlerësojmë atë dhe t'i falenderojmë dhe Zotit që çdo ditë na e bën të mundur dhe ta përjetojmë një ditë që nga mëngjesi deri në 24 orë të Sa bukur e tha, dhe sa bukur që në fakt kjo sfidë juve ju ka mësuar që ta doni më shumë jetën dhe sigurisht ta vlerësoni edhe një frymarrje. Ta vlerësoj jetën edhe një frymarrje, për shkak se të them para asaj, jo se nuk e kam vlerësuar, po neglizhenca më solli deri këtu. Duke thënë se nuk ke kohë për vete dhe nuk e percepton domethënë jetën tënde në Dhe thatë shumë bukur, që kujdesi për vete nuk është egoizëm, po përkundrazi duhet jetë domosdoshmëri. Po. Kur jemi te kjo pjesë, unë kam një surprizë shumë të bukur për ju. Jam e sigurt që do emocionohesh, por është diçka shumë e veçantë dhe unë desha që të jetë një kujtim edhe për ju, por edhe për familjen tuaj. Përshëndetje, mirëqenie babës. Ti e ylli i parë, ti bashkëtorë me mamin, je fëmija e parë, je gëzimi i parë, ke patur një fëmijëri shumë të lumtur, gëzimi jonë ushtua më tepër me motrën dhe vllaun tënd, po ti mbetesh çdo herë para. Jeta jote ka qenë fëmijëria e lumtur, peripetit të jetës të kanë përcjellë si të gjithë neve, studime të vështira i ke patur, specializimin, bashkëshortësinë dhe Zoti të falë edhe ty dy fëmijë yje, të cilit do të mbajnë të gjallë në jetë. Krenaria jonë me sjelljen, me punën dhe mbërritje tënde, çdo herë do të na bëjë të lumtur. Kështu është mirë që të vazhdosh dhe në momentin kur dole në dritë që të jetoj një jetën tënde të lumtur, e kaluar lajmi idhur që morën pa pritur na befasoj të gjithëve, na tronditi, por karakteri jot i fortë na bëri edhe neve shumë të fortë që e përballuam një smundje e cila është smundja e shekullit ose smundje moderne. Falë Zotit, ti e përballove trajtimin të cilët e përshkruan protokolli shëndetësor botëror dhe ju ktheve jetës të rëndonjtë. Ti o birë na duhesh neve, i duhesh familjes tënde, i duhesh kombit, i duhesh të gjithë njerëzive të cilët kanë nevojë për ty dhe shpresoj që jeta jote në të ardhme do të jetë shumë, shumë më e lumtur. Të duam shumë, të ndarosh sa malet. Faleminderit. Sa shumë emocione. Është baba im, është idhulli im, Ne është falenderojmë mbështetja shumë, ime. doktore. Janë të kuptueshme, krejt këto Mua do më emocione. falni, Jo, as pak, është emocion shumë i vërtet ky. Me babin e kam atë raportin pak sa Sepse shumë. e dija këtë gjë dhe desha që vërtet ta kemi një moment mirënjohje, sepse ndonjëherë i humbim nga dinamika e jetës, nuk kemi kohë t'ja themi njëri tjetrit se sa shumë i duam dhe sa shumë i Një vlerësojmë. surprizë shumë e këndshme, të faleminderit shumë. Këto Kërkoj janë ndjesë lot për gëzimi. emocione, di që janë lot gëzimi. Jo, unë thash se jam bërë pak emocionalisht e dobët dhe nuk mund të duroj ashtu si që kam duruar, si që tha edhe vetë baba im se kam qenë një karakter i fort, kam pas shumë sfida, shumë batica dhe zbatica në jetë, kam kaluar momente shumë të mira, po është që edhe të rënda, dhe nuk jam dorëzuar asnjëherë. Dhe baba i dashur, të premtoj që nuk do dorëzohem asnjëherë. Dhe i kërkoj falje për atë që ju kam shkaktuar shumë dhimbje. Me vetë diagnostifikimin tim,
Por jo me zgjedhjen Por jo tuaj, me asnjëherë mos u ndjej zgjedhjen faltore. E di se ato e kanë vojtër shumë më tepër se mua dhe e kanë përjetuar shumë më keq se sa mua. Dhe ajo ishte Flora që thash se isha me do e mos të jem e fort. Dhe ja ka vlejt. Dhe Ja ka thash se do vlejt. ta luftoj këtë betej dhe do t'ja dal. Për hatër të familjes time të mrekullueshme, që është shtylla ime, dhe për ato 2 fëmijët e mi. Patjetër që po, dhe unë ndjej obligim që në fakt publikisht të falenderoj babain tuaj, doktorin e shumë të respektuar Sedat Lumani, ai i cili shpreh gatishmëri menjëherë sapo e kontaktova, por edhe njomzën motrën tuaj, ajo e cila u bë edhe urlitse në fakt që ne të kemi sot në studio, sepse ajo realisht të ka bind. E kam lutë që ajo të bind, që e falenderoj shumë personalisht për këtë gjë që na e mundsuan. Janë emocione shumë të bukura, janë lot gëzimi këto që ne sot po shohim dhe lot të një personi luftarak që nuk është dorëzuar në asnjë moment. Dhe kjo duhet të jetë një shpresë dhe një mesazh shumë i bukur për gjitha gratë që po na ndjekin, për gjitha ato të cilat po kalojnë në periudha të ngjashme dhe sfida të vështira, siç është betejja me kancerin. Po, do t'ju kisha thënë të gjitha grave që mos keni frikë, luftoni, të jeni vetvetja. Le të diskutohet, le të debatojnë, le të edukohen të themi rreth kësaj diagnoze, se nuk është turp që të diskutohet dhe t'i ndihmohet dikujt. Sepse ajo vetëm e forcon një grua. I jep forcë dhe kurajo që të detyroj atë duke filluar nga kontrollet e hershme, domethënë nga ajo jo e përditshmja se mos e duan dhe mos kujdesen për vetveten, sepse jeta është shumë e shkurtër. Dhe asnjëri prej nesh nuk e dim se çfarë mban organizmi jonë dhe çfarë lloj qelizash mund të na aktivizohen. Dhe kush më mirë se ne në fakt e njohim trupin ton. Po. Ju më tha që unë kisha ndjerë diçka, po prisja të kaloj edhe një javë, të kaloj edhe 2 javë, shkaku i vështirësive që keni pas me bashkëshorten. Unë kisha një periudhë kohore paksa të vështirë, si që ceka më parë mos përsëritem, dhe thash se duheshte të përkushtohem, domethënë rreth bashkëshortit pak më tepër, dhe thash se do ketë kohë për mua. Por ja që koha ndonjëherë nuk pret. Din të na surprizoj. Din të na surprizoj dhe çdo e keqe ka një të mirë. Edhe kjo e keqja ime e kishte të mirë që prap se prap të them tashi në gjuhën popullore u bë sebeb mjekja am, gjithsesisht nusja e vëllaut, që unë vajta në kontroll rutine dhe e bëra të ehon për herë të parë, që duheshte ta kisha bërë 2 vjet më herët. Saktë. Po e bukur e kret kësaj Mirusha është që tani përveç familjes tuaj, por edhe kolegët, por edhe sigurisht pacientët tuaj kanë përballë një zonjë e cila tani edhe më shumë ja di vlerën jetës, edhe më shumë ja di vlerën sigurisht profesionit nga përvoja që ju keni kaluar. Kështu që në çdo vështirësi ka gjëra shumë të bukura që vinë më pas. Po, këtu tisha të ndërlidhe me atë se nuk e shikoj më veten si mjeke në atë, por si një njeri, si një paciente, do kisha thënë, si një grua, do me thënë që e përjetojmë këtë lloj të sëmundjes dhe këtu arriva ta kuptoj atë bashkëforcën edhe bashkëvuajtjet me pacientet të tjera. Shumë e saktë. Sepse si mjeke, të them drejt, u dëshprova. U dëshprova dhe kisha të mlefin me të thënë drejtën, nga ajo që unë kam shpëtuar dhe jap këshilla shumë zonjave,
ndërsa vetë-veten e neglizhova në këtë rast. Dhe u demoralizova nga ajo që t'i them vetes si mjeke në këtë situatë të këtillë. Prandaj kalova tek ajo si njeri apo si paciente që i njoftova. Këtë ma the edhe mua, sot po vi të ndaj përjetimet e mia, nuk po vi si mjeke. Po, tash nuk po vi si mjeke, po vi vi si paciente. Dhe thash, do me thonë, e kuptova se është bashkë forca dhe bashkëvojtja me gjitha ato gratë të tjera. Ne kemi edhe shumë momente të bukura bashk, por është koha që të shkëputemi vetëm për pak minuta marketing, do rikthehemi sërish, kemi edhe ca momente të cilat ja vlen që të na ndiqni vetëm pas pak. Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të dytë dhe të fundit për këtë epizod të Prizma. Mirusha, ne për në fund jo rastisht e kemi lënë atë më të bukurën. Kemi edhe një surprizë për ty. Edhe një surprizë? Edhe një surprizë, po shumë të bukur dhe shumë të veçantë. Mami me dashur, ti ke qenë gjithmonë dhe do mbetesh gjithmonë forca dhe mbështetja jonë më e madhe, të duam shumë edhe unë edhe vllau, dhe jam krenar që jam djali jot. Mami, të kam zemër, mami, të kam shpirt, mami, të kam jetë. Sa të bukur, të dytë. Jetë. Të dishin të gatshëm për mamin, pa tjetër që do bëjmë video, nuk ka problem fare. Kjo ishte një surprizë Shumë e bukur. Dhe lumë ata, sa krenar duhet jenë për mamin që kanë. Nuk e prisja këtë me të drejtën. Më emocionova dhe më tepër. Këtu janë dy djemtë e mi, Dioni dhe Leku. Dioni është viti pa shkollë mesme, kurse Leku është në klasë të 4. Edhe të dy janë shumë të lidhur me ty. Janë shumë të lidhur. I kam gjithë shka në jetë. Dhe si mos e duash jetën pas kësaj. Duke i pas këto dy krijesa kaq të mira. Si mos luftosh me këto vete, me këto sprova që na vinë dhe çdo sfidë dhe çdo hap që kam bërë për këto dy zogjtë e mi dhe kam dhënë maksimumin dhe kam thënë që nuk do dorëzohem. Andaj bëj apel të çdo grua, nuk është turp që të flitet. Mos i paragjykojmë njerëzit, të ofrojmë ndihmë pa pritur atë, të jemi mbështetje dhe shtyllë, se nëse një grua ngritet, ajo ngre pas edhe gratë tjera njëzëshëm. Le ta dinë se besimi në vetë-vete, por edhe në Zot, ato do t'i forcoj edhe më tepër dhe ju jep vullnet dhe kurajo që të vazhdojnë me jetën. Sepse është shumë e vështirë të dorëzohesh në momente kur si e gati. Dhe kur jeta ka edhe shumë gjëra bukura të ofrojë. Dhe kujtime shumë bukura. Dhe akoma të pakaluara disa gjëra. Patjetër. Unë uroj shumë që ju bashkë të keni një jetë të gjatë, të lumtur, të të bëjnë gjyshe dhe të jesh gruaja dhe gjysha më e lumtur në botë në të ardhmen. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë, një respekt shumë të madh nga unë për mënyrën se si ju vendoset që ta ndani historinë tuaj dhe mesazhe kaq të fuqishme që transmetuat nga studia e emisionit Prizma deri tek të gjithë shikuesit, qoftë ata të cilët kanë njerëz të dashur, të cilët po përballen me këtë sëmundje dhe gratë të cilat vetë besoj me shumë dëshire kanë dëgjuar këtë bisedë. Uroj shumë që ti kemi motivuar, mjaftueshëm dhe aq sa duhet ato. Faleminderit edhe një herë Flora për respektin dhe për ftesën që më bëre dhe për këto surpriza kaq të bukura. Ti kam bërë me dashurinë më të madhe, sinqerisht. Shumë të faleminderit dhe shpresoj që paka shumë i dham një mesazh dhe apel edhe grave të tjera që të mos dorëzohen dhe të luftojnë deri në fund, sepse ka shpresë dhe ka jetë. Dhe gjithë me këtë do ta mbyll, familjarët, do me thënë gjithë bashkëshortët, vajzat e djemtë, le të jenë shtyllë për secilën grua.
le të jenë aty për t'i dhuruar dashuri, kujdes dhe që t'i japin, do me thonë, vullnet për jetë. E me kaq unë po e përmbyll më bukur se kaq unë nuk do të gjeja fjalë shtesë për ta përmbyllur. Ju falenderoj shumë edhe një herë. Ju uroj shëndet dhe vetëm momente të bukura bashkë me më të dashurit tuaj. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte imja.